Kapitulli, hiqe maskën kur flet me mua. Rrëfimi i guximit për t'u treguar i vërtet. Ka momente kur ndjen se duhet të fshehësh atë që je. Kur maska bëhet mbrojtja jote ndaj botës, ndaj fjalëve të gjykimit, ndaj refuzimit. Kur zgjidh të shfaqesh vetëm atë pjesë të vetes që mendon se të pranojnë. Por e vërteta është kjo, derisa të mbash maskën, nuk je i lirë. Sepse nuk je ti ai që shfaqet, por një figurë e stisur për të mbrojtur frikën dhe pasigurinë. Nëse guxon të heqësh maskën, atëherë fillon të jesh i sinqert me veten dhe me të tjerët. Nuk është e lehtë, por vetëm aty lind lidhja e vërtetë. Humbja më e madhe nuk është kur të tjerët nuk të pranojnë, por kur ti ndalon t'i tregosh botës se kush je në të vërtetë. Kur zgjedh të jetosh pas një fasade për të shmangur dhimbjen dhe vetmin. Por e gjitha kjo është psikologjike. Ti nuk je fytyra që mbart maska, je më shumë se sa ajo që shfaq. Je njeriu që ndjen, guxon dhe dëshiron të jesh i lirë. Çdo moment që zgjedh të heqësh maskën, është një fitore për shpirtin. Çdo fjalë e sinqert është një hap drejt lirisë. Dhe sa herë që heq maskën, fiton vetvlerësimin dhe lidhjen e vërtetë me botën. Fundi i kapitullit. Hiqe maskën kur flet me mua, sepse vetëm pa maska mund të fillojë e vërteta.